Velipoja vjen të jetë një prej destinacioneve më të dashura për pushuesit vendas dhe të huaj gjatë sezonit veror. Plazhi i gjerë, deti i pastër dhe qetësia që ofron zona janë ndër arsyet kryesore përse turistët e zgjedhin për të kaluar pushimet. Shumë prej tyre shprehen të kënaqur me përvojën dhe tregojnë se dëshirojnë të rikthehen përsëri. Për çdo vit, që 10 vjet rregullisht vit. Ka përmirësim përpara, s'ka pasur toalete publike, tash i kanë ndërtu. Pasërti e mirë, pandrejt shumë për mikpritje. Gjithë shohin situatën që Velipoja është në gjitha drejtimet është mirë. Nuk vënë më mirë. Unë për vete mund me thonë fjallë më të mirat mundshme. Që disa vite, 2-3 vite, sidomos si vjetë ka qenë perfekt. Këshilloja, po i lus, këtu le të shijojnë. Velipoja në Shqipëri është numër 1. Do vit më shumë përmirësim, bashkia ka punu super, shumë të kënaqur me të çata që ka punë bashkia këtu. Pastërti shumë mirë. Zotë në Firenze rri, po këtu më pëlqen më shumë se Firenze. Kështu që më shumë se me thonë se më mirë se Firenze s'ka. Vlerësimet pozitive të pushuesve dëshmojnë mikpritjen e banorëve dhe potencialin e jashtëzakonshëm turistik të Velipojës, e cila po forcon çdo vit pozicionin e saj mes destinacioneve më tërheqëse të Bregdetit shqiptar.